Vlorën e ka përfshirë sërish moti i keq duke sjellë erëra të fuqishme që kanë shkaktuar dëm dhe kanë rrezikuar sigurinë publike. Në disa zona të qytetit, infrastruktura e gjelbër është goditur ndjeshëm, ndërsa qarkullimi i automjeteve dhe këmbësorëve është vënë në rrezik. Një pemë shumë vjeçare është rrëzuar pranë rrugës kryesore duke krijuar situata rrezikshme për drejtuesit e mjeteve, ndërkohë në pylljen e sodës, disa pisha janë shkulur nga era e fortë, duke bllokuar segmentin që lidh zonën me fshatin Zvërnec. Probleme janë shënuar dhe në rrugën e plazhit të vjetër, ku një pemë e madhe ka zënë njërin krah të rrugës, gjë që ka kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të brigadave bashkiake për pastrimin e aksit dhe rikthimin e normalitetit. Autoritetet vendore po vijojnë monitorimin e situatës dhe kryerjen e ndërhyrjeve të nevojshme për garantimin e sigurisë së qytetarëve, ndërsa apeluan për kujdes të shtuar deri në përmirësimin e kushteve atmosferike.